Qeveria ka dorëzuar zyrtarisht pranë gjykatës kushtetuese dokumentacionin që mbështet vendimin për shkarkimin e kryetarit Bashkisë Tiranë Erion Veliaj. Sipas qeverisë, shkarkimi është një akt individual dhe si tillë duhet të shqyrtohet nga gjykata administrative. Veliaj u shkarkua për mosparaqitje në detyrë për më shumë se 3 muaj, një arsye e parashikuar në ligjin për qeverisjen vendore. Dokumentacioni depozituar thekson se Këshilli Bashkiak i Tiranës ka konstatuar mungesën e vazhdueshme në detyrë dhe se kjo ka dëmtuar funksionimin e qeverisë vendore dhe interesin e qytetarëve. Qeveria sqaron gjithashtu se vendimi nuk është marrë në shkelje të rënë detyre, pasi në këtë rast Veliaj do të kishte mundur të drejtohej direkt në kushtetuese, duke pezulluar automatikisht aktin sipas nilit 115 të kushtetutës. Në këtë mënyrë qeveria shmangu pezullimin automatik dhe argumenton se nuk kishte alternativë tjetër për të finalizuar procedurën e shkarkimit. Një ditë më parë, presidenti Bajram Begaj kërkoi nga gjykata kushtetuese heqjen e pezullimit mbi dekretin e tij që caktoi në 9 nëntor si datë për zgjedhjen e pjesëshme vendore në Bashkinë Tiranë. Veliaj, i cili ndodhet në qeli që nga shkurti 2025-s, akuzohet për 13 vepra penale, ndërsa ka sfiduar vendimin duke konsideruar shkarkimin e tij si antikushtetues.